Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Bekim Çollaku thotë se po I vije fundi izolimit të qytetarëve të Kosovës. Lëvdata të shumta për punën dhe angazhimin e policisë për këto 17 vite. Shoqëria civile kërkon që kushtetuesja të mos ndikohet nga politikat në vendimet e saj. Asnjë I vdekur nga rishtrat në 3 vitet e fundit, nga viti 2000, 49 vdekur nga ethet hemoragjike. Ministri I Integrimit Evropian Bekim Çollaku ka folur për procesin e liberalizimit të vizave në një intervistë për Tribuna Channel. Ai ka thënë se pas votimit të Komisionit të Parlamentit Evropian, hapi radhës është votimi në seancën plenare të Parlamentit Evropian, I cili fatkeqësisht nuk mund të ndodhë për aq kohë sa Kosova nuk e ratifikon marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lirshëm në momentin kur Parlamenti I Kosovës do të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Qytetarët duhet të kenë besim të plotë se momenti të lëvizjes pa viza po I vije fundi dhe koha që ka mbetur përpara është tepër e shkurtër, por kjo varet në masë ekskluzive nga vullneti politik I Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe pastaj nga vendimi përfundimtar I Këshillit dhe Parlamentit të Bashkimit Evropian. Kështu është shprehur Ministri I Integrimit Evropian Bekim Çollaku në një intervistë për Tribuna Channel. Qytetarët duhet të kenë besim të plotë që momenti të lëvizjes pa viza po I vije fundi dhe koha që ka mbetur përpara është tepër e shkurtër dhe siç e thash kjo varet në masë ekskluzive nga vullneti politik I Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe normalisht pastaj edhe nga vendimi përfundimtar I Këshillit të Bashkimit Evropian dhe I Parlamentit të Bashkimit Evropian. Çollaku thotë se qytetarët e Kosovës mund të lëvizin lirshëm në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm për aq kohë sa Kosova kryen ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza në momentin që Parlamenti I Republikës së Kosovës, Kuvendi I Kosovës e ratifikon marrëveshjen në fjalë dhe në momentin që Parlamenti I Bashkimit Evropian dhe Këshilli I Bashkimit Evropian e merr vendimin përfundimtar. Krejt këto procedura, që nuk janë shumë, po flasim për një veprim nga ana e Kosovës dhe për 2 veprime, vendime nga ana e Bashkimit Evropian, mund të shterën, mund të përmbyllen deri në fund të këtij viti. Ministri Çollaku thotë se Kosova ka shënuar progres të jashtëzakonshëm në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ky progres, siç tha ai, është I vërejtur nga të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Ai tha se ky kriter do të vazhdojë edhe pas liberalizimit të vizave. Liberalizimi I vizave nuk lidhet me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve vendore, ndonse në Bruksel është thënë së fundmi se për të lëvizur lirshëm në zonën Schengen, Kosova duhet që të përmbushë edhe këtë obligim të marrë në gushtin e vitit të kaluar. Themelimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të caktohet kushtesë për liberalizimin e vizave për kosovarët. Ky paralajmërim ka ardhur nga Tanja Fajon, raportuese për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian. Por krerët e institucioneve në vend thonë se Komisioni Evropian ka përcaktuar detyrimet për Kosovën në muajin maj dhe për këtë çështje nuk do të ketë detyrime shtesë. Bekim Çollaku, ministër I Integrimeve Evropiane, pranon se Kosova duhet të kryejë obligimet e marra nga dialogu I Brukselit. Nuk është ndërlidhur fare, s'ka asnjë lidhje me liberalizimin e viza, mirë po themelimi I asociacionit është një obligim që Kosova ka marrë përsipër dhe Bashkimi Evropian është interesuar që të sheh zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel nga të 2 palët në mënyrë sa më efikase, mirë po s'ka asgjë të bëjë me liberalizimin e vizave. Edhe krye negociatorja dialogut Kosovë-Serbi, ministri Adita Tahiri, ka thënë për Tribuna Channel se marrëveshjet e dialogut përfshirë edhe asociacionin nuk janë kushte për liberalizim. Komisioni për Liri Civile, Drejtësi dhe Punë të Brendshme të hënën ka votuar raportin e Tanja Fajon me vetëm një vot më shumë për. Përmes një komunikate, Fajoni ka ripërsëritur Kosovës detyrat që ka marrë, por ka shtuar dhe një detyrë të re.
Vetëm pas ratifikimit të marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi dhe lejimit të krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, mund të fillohet puna për finalizimin e marrëveshjes për liberalizimin e vizave, ka shkruar ajo. Por disa orë më vonë deklarata e saj psoi ndryshime. Asociacioni nuk u përmend më, ndërsa pjesa tjetër e deklaratës mbeti e pandryshuar, aty ku përmendet edhe pavarësia e gjyqësorit dhe luftimi i krimit e korrupsionit. Përderisa Parlamenti i Kosovës nuk e voton ratifikimin e marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi, nuk do të ketë një vendim pozitiv sa i takon liberalizimit të vizave. Kështu është shprehur raportuesja e Kosovës për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, gjatë një takimi që ka zhvilluar me Ministrin e Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj. Pa ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, nuk do të ketë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave. Ky është mesazhi kryesor i takimit në Komitetin Libe ku diskutua çështja e liberalizimit e vizave për Kosovën. Ministri i Punëve të Jashtëm Enver Hoxha, i cili gjendet në Sloveni, ka zhvilluar disa takime me raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon. Hoxha i thekson se Kosova ka marrë vot pozitive e liberalizimi, mirë po pa votimin e demarkacionit nuk do të ketë një vendim pozitiv. Dje në komisionin të cilin ajo e drejton është marrë një vot pozitive se takon procesit të liberalizimit e vizave, por përderisa Parlamenti i Kosovës nuk e voton ligjin apo ratifikimin e marrëveshjes për demarkimin e kufirit me Malin e Zi, nuk do të ketë ndonjë vendim pozitiv se takon liberalizimit e vizave. Ndërsa Tanja Fajon ka shprehur për krahjen e saj të plotë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Jam e kënaqur me votimin e Libe dhe Kosova do të ketë përkrahjen time të plotë. Kryediplomati Hoxha ka zhvilluar edhe një takim me Harlem Desser, ministër për çështje evropiane të Francës, ku është shprehur përkraja për liberalizimin e vizave, përkraja për antarësimin e organizata ndërkombëtare dhe përgëzime për përmbushjen e reformave në agjenden evropiane. Në 17 vjetorin e themelimit të policisë të Kosovës, ky institucion është vlerësuar lart nga udhëheqësit më të lartë shtetëror. Me një ceremoni solemne u shprehën lëvdata për punën dhe angazhimin e policisë për këto 17 vite. Në fund të ceremonisë u ndanë edhe shpërblime dhe medalje për disa policë për rezultatet e arritura me sukses gjatë shërbimit të tyre. Po parakalojnë me krenarit duke mbajtur flamurin e Kosovës në duar. Janë këta policët e Kosovës me të cilën po mburën udhëheqësit shtetëror me punën dhe angazhimin e tyre për gjatë 17 vite që nga themelimi. Në këtë përjetor, ky institucion është vlerësuar lart si një ndër institucionet më kredibile në vend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se mburët me punën dhe angazhimin e policisë së Kosovës duke u premtuar mbështetje nga qeveria. Se ne mburremi me ju, mburremi me punën që keni bërë, dhe do ta keni një përkrahje të parezervë në mënyrë që ky institucion të zhvillohet ashtu siç është zhvilluar dhe të kryejë përgjegjësitë e saj në mënyrën më të mirë. Ndërsa ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyçeni u shpreh krenar me punën e policisë për gjatë këtyre 17 vjetëve. Dhe ju të nderuar oficer dhe pjesëtar të policisë të Kosovës, më mirë se çdo kusht tjetër, keni dëshmuar se jeni mbrojtës të pa kompromis të ligjeve dhe kushtetutës të Republikës së Kosovës. Ndërsa Niko Qiri, këtij përvjetori Shpen Maxhuni, tha se policia e Kosovës është institucioni më kredibil i vendit falë shërbimit profesional të policisë në ruajtjen e rendit dhe sigurisë së vendit. Duke kuptuar shumë qartë rolin dhe rëndësinë e policisë së Kosovës në shoqërinë tonë, ju siguroj se ne do të vazhdojmë të jemi çdo herë në shërbim të qytetarëve të vendit, për të ofruar siguri, rend dhe ligj si një parakusht për shumë aspekte të cilat kanë rëndësi jetike për qytetarët e vendit. Në fund të kësaj ceremonie u ndanë edhe shpërblime dhe medalje për policë për rezultatet e arritura gjatë shërbimit në policinë e Kosovës. E njëri ndër policët që mori lavdata është Valdet Krasniqi. Ai për Tribuna Çenët rrefeu me krenari punën dhe sfidat e tyre në shërbim të qytetarëve. Qetin është një profesion i sfidës, sakrificës, është një profesion fisnik, bujar, të cilin do të thotë unë personalisht të ushtroj me shumë dëshirë. Ne kemi sfida do të thotë të ndryshme, çdo ditë do të thotë është e ndryshme prej ditës tjetër. Kemi raste do të thotë mira si kolektiv, por kemi raste të cilat janë shumë të rrezikshme dhe jo mund ndodhë që
përfundoj me fatalitet. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm zyrtarë të lashtë shtetrore përfaqësues institucionesh të cilët çmuan lart kontributin e policisë për ruajtjen e rendit dhe sigurisë. Në ditën kur policia e Kosovës ka shënuar për vjetorin e themelimit, ky institucion është vlerësuar si ndër institucionet më të besueshme. Urime nga më të ndryshmet policia sot ka marrë prej liderëve të vendit. Por për deputetën e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, policia po tregohet efikase vetëm ndaj aktivistëve të vetëvendosjes dhe familjeve të tyre, e jo tek bandat e krimit e tek mafia politike. Në 17 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës, ky institucion është vlerësuar si një nga mekanizmat më të besueshëm të sigurisë në Kosovë nga udhëheqës të lartë shtetëror. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se policia e Kosovës është kthyer në një forcë që simbolizon me së miri vizionin për Kosovën. Është një forcë multietnike me përfaqësim gjithnjë më të mirë gjinor, me standardet më të larta të profesionalizmit, shembull për Kosovën dhe të rajonin, ka vlerësuar presidenti Thaçi. Ai në këtë ditë ka kujtuar sukseset e policisë së Kosovës, por edhe sakrificat e saj. Jo pak policë kanë rënë në krye të detyrës. Kujtimi për ta do të jetojë gjithmonë dhe do të jetë motiv për të ndërtuar një forcë të policisë dhe një shtet, çfarë dëshirojnë të gjithë qytetarët e Kosovës, është shprehur presidenti Thaçi. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, duke uruar policinë e Kosovës në përvjetorin e 17 të krijimit të saj, ka thënë se policia e Kosovës është një ndër institucionet më të besueshme të sigurisë në Kosovë, si dhe shembull për vendet e rajonit. Veseli, përmes një statusi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në ditë si kjo është pranë familjeve të policëve të rënë në detyrë. Edhe pse kohëve të fundit policia është sfiduar sikur më parë, prapë se prapë ka arritur të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët pa dallim. Në këtë ditë të shënuar jemi pranë familjeve të policëve të rënë në detyrë, ka shkruar Veseli. Mirë po për deputetën e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, policia e Kosovës po tregohet efikase vetëm ndaj aktivistëve të vetëvendosjes dhe familjeve të tyre, jo tek bandat e krimit e tek mafia politike. E sikur policia ta shfrytëzonte gjithë këtë zell kundër bandave të krimit dhe mafisë politike. Jam e bindur që as nuk do të ishim udhëhequr nga milionerët kriminale, as Kosova nuk do të rrezikojë nga projektet e dëmshme të këtyre matrapazëve, ka shkruar Haxhiu në rrjetin social Facebook. Ajo ka thënë se policia po mbron regjimin kriminal. Mirë për ju në çfarë gjendje keni ardhur. Në vend se të dilni në mbrojtje të qytetarëve dhe shtetit, ju po dilni në mbrojtje të regjimit kriminal, ka përfunduar deklarimin deputetja Haxhiu. Por vetëvendosje drejtoi sot një varg akuzash në drejtim të policisë të Kosovës. 3 aktivistët e saj kanë akuzuar policinë se kanë krye njerëz të udbës dhe kanë pohuar se policia ka ushtruar dhunë ndaj tyre në momentet e arrestimit. Në ditën kur policia e Kosovës po shënon të 17 vjetorin e themelimit, kundër saj janë adresuar një sër akuzash nga partia e tretë më e madhe në vend, Lëvizja Vetëvendosje. Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje të arrestuar në protestën e 1 shtatorit kanë sqaruar detaje nga arrestimi duke quajtur atë si një luftë speciale të policisë kundër kësaj lëvizje. Sadri Ramabaja nga kjo lëvizje ka thënë se UDBA është e ulur në krye të këtij institucioni. Por është e qartë, policia, siç thash UDB-ja, është ulur kam kryq në institucionin e policisë dhe po merr në thumb familjet që kanë dhënë jashtëzakonisht shumë për këtë vend. Natyrisht për mesaj, donë që ta shkatroj idenë për bashkim, idenë për Republikën Funksionale dhe idenë për bashkim. Kritikat ndaj policisë nuk i ka kursyer as aktivisti tjetër Qëndron Kastrati. Ai ka thënë se policia ka përdorur dhunë në kohën kur i kanë arrestuar. Pjesës ku na dërgojnë deri në pjesën e mbrapsme të Ministrisë së Kulturës, ata në shenjë hakmarrje ose mlefe përdorin dhunë ndaj neve, ku në një rast tentojnë mu dorën të ma vendojnë pak ma shumë, pa vedion liroj zë, atër ma lirojnë dorën dhe njëre prej policëve tenton që gishtin tem të adredhoj deri në atë formë sa të thyhet, edhe prap pa vedije kam liruar zë, ndërkohë me dërgojnë e pjesën e brendshme ku i lidhur, i shtrirë për toke, ai me pyet a ke luftuar dhe me godet në kokë. Ngjashëm është shprehur edhe aktivisti Drilon Pireva. Ai e ka quajtur brutale dhe ofenduese sjelljen e policisë ndaj lëvizjes vetëvendosje.
Dhe më thonë, ne kërkuam e njëherë ndihmë mjekësor në stacion, ku na ofrua ndihma. Gjithashtu kam dhe raport mjekësor, cilën do t'ja u dho në fund. Mas ne kam shku edhe në qendrën klinike universitare, ku përvrehet syni i cili ka një dëmtim të brendshëm goxhat serioz. Gjithashtu edhe në krahëror kam disa shenjat cilat i kanë shkaktuar. Po mënej që policia ditë ka qenë aq brutale. Ndërsa policia e Kosovës sot përmes një aksioni ka bastisur shtëpinë e nënkryetarit organizativ të vetëvendosjes Dardan Mulliçaj, pasi ai kishte deklaruar publikisht një ditë më parë se posedon armë zjarri në shtëpinë e tij. Ndërsa policia e Kosovës sot përmes një aksioni ka bastisur shtëpinë e nënkryetarit organizativ të vetëvendosjes Dardan Mulliçaj, pasi ai kishte deklaruar më parë publikisht se posedon armë zjarri në shtëpinë e tij. Funksionalizimi i dhomave të specializuara pranë gjykatës speciale është afër. Rekrutimi i stafit ka filluar madje dhe është caktuar kryeprokurori. Përderisa në Kosovë nuk flasin për dëshmitë e kredibilitetin e kësaj gjykate, në Serbi po e krahasojnë specialen me gjykatën e Hagës. Serbia do të jetë kontribuesi kryesor me dëshmi gjykatës speciale. Task Forca speciale për hetimin e krimeve të luftës, muaj më parë ka konfirmuar Tribuna Channel se është duke mbledhur të dhëna nga të gjitha vendet e rajonit. Dhomave të specializuara pranë gjykatës speciale nga institucionet vendore ju dha drita e jeshile në korrikun e vitit të kaluar. Stafi ka filluar të rekrutohet e të hënën është vendosur që David Shvediman të jetë kryeprokurori speciales. Janë përzgjedhur edhe një pjesë e stafit administrativ, ndërsa deri më 9 të këtij muaji mbetet i hapur konkursi për pozita të tjera e i gjithë stafi do të rekrutohet këtë vjesht. Edhe selia e speciales tashmë dihet. Holanda do të jetë një koqeri gjykatës që do të hetoj pretendimet për krime lufte ndaj pjesëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Por ky shtet ende nuk e ka ratifikuar marrëveshjen për vendosjen e speciales, as nuk ka dhënë ndonjë afat për këtë çështje. Nga Ministria e Jashtme holandeze thonë se kjo çështje do të vendoset nga parlamenti i këtij shteti. Përderisa në Kosovë nuk flasin për dëshmitë e kredibilitetin e kësaj gjykate, në Serbi po e krahasojnë atë me një gjykatë që ka hetuar krimet e kryera ndaj shqiptarëve, por dhe krimet e kryera nga pjesëtarët e UÇK-s. Nëse është e privilegjuar për të ju shmangur drejtësisë, një situatë e ngjashme me atë të Tribunalit të Hagës, sigurisht që nuk do të jetë me standardet më të larta ndërkombëtare, pasi nëse dikush mendon se ajo që është bërë në Hagë ishte me standarde të larta. Në shtator të vitit 2011, Task Forca hetimore speciale u vendos nga Bashkimi Evropian të zhvillojë një hetim penal në shkallë të plotë për pohimet e raportit të raportuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty. Për 4 ditë palja kosovare dhe ajo sërbe do të vazhdojnë negociatat në nivel teknik në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëveshjeve ndërmjet dy vende të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Diskutime do të vazhdojnë për mos zbatim të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Takime maratonike i presin përfaqësuesit nga Kosova e Serbia gjatë kësaj jave dhe në fillim të javës së ardhshme. Në kuadër të dialogut teknik të negociatave që po zhvillohen në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, përderisa nesër të dyja palët do të diskutojnë për lëvizjen e lirë, përkatësisht reciprocitetin në tabelat e regjistrimit të automjeteve, e cila është paraparë me marrëveshjen për lëvizjen e lirë të vitit 2011, më 8 shtator do të mbahet takim për çështjen e diplomave dhe katastrit, ndërsa më 9 shtator do të mbahet takim për vlerësimin e procesit të rivitalizimit të urës së hibrit në Mitrovic. Më 13 shtator do të mbahet takimi radhës sa i përket çështjes së kodit telefonik shtetëror. Këto paralajmërime kanë ardhur nga pala serbe, përderisa drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurish, ka thënë se do të diskutohet edhe për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Temat e diskutimit të nesëm do të jenë marrëveshja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, katastra, njohja e diplomave, lëvizja e lirë dhe caktimi kufive mes pjesës veriore dhe asaj jugore, u ka thënë ai mediave serbe. Që nga fillimi i vitit të dyja palët janë takuar në nivel teknik vetëm për zbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të filluar qysh në vitin 2011. E të dy kryeministrat nuk janë takuar që nga janari i këtij viti. Madje nuk dihet se kur do të ketë një takim në nivel të lartë.
Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se gjykata kushtetuese në Kosovë ka një rol të fuqishëm në ndryshimet shoqërore dhe se kjo gjykata se nuk guxon të ndikohet nga politika në vendimet e saj, ndërkohë vendimet e saj nga disa po cilësohen si skandaloze. Rol të fuqishëm në ndryshimet shoqërore dhe se gjykata kushtetuese nuk guxon të ndikohet nga politikat në vendimet e saj, u thani një tërheq diskutime të thirrur nga grupi për studime juridike dhe politike. Gjylita Mushkolaj, ish gjyqtare në gjykatën kushtetuese të Kosovës, tha se gjykatët dhe gjyqësorit duhet të jenë të paanshëm. Sipas saj, roli i gjyqësorit duhet të jetë ndryshim rëndësor shoqëror në arritjen e planit institucional të projektuar me kushtetutë. Dhe i frikohemi rolit të tillë të gjyqësorit në përgjithësi tash në këtë situatë të gjykatës kushtetuese, sepse gjykata gjyqësori gjithmonë dhe gjyqtari konsiderohet si person plotësisht i paanshëm, që nuk guxon të jetë ndonjë lokomotiv e çfarëdo ndryshimi shoqëror. Gjykata kushtetuese ka një pozicion më të pavarur prej pushtetit shtetëror dhe sistemit gjyqësor, dhe kjo ka shumë rëndësi në pavarësinë e saj institucionale, konsideron profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Visar Murina. Padyshim një organ i cili, siç potencohet në raport, komision vetin parsor interpretimin kushtetues dhe zgjidhjen e konflikteve kushtetuese. Megjithatë, përtej këtyre termave, besoj se gjithë pranishmit në këtë tërheq ndajnë mendimin që jo vetëm këtu, por edhe në shtetet që kanë përshafu këtë model të drejtësisë kushtetuese, gjykatat kushtetuese kanë luajtur dhe vazhdojnë të luajnë rolin e aktorëve që vendin politika shtetërore. E ndryshe mendon deputetja nga Lëvizja Vetëvendosje Alburina Haxhiu. Sipas saj, gjykata kushtetuese e Kosovës është e kapur nga shteti dhe se vendimet e kushtetueses i quhen skandaloze. Mendoj se gjatë kësaj kohe, sidomos viteve të fundit, gjykata kushtetuese ka pasur një rol jashtëzakonisht problematik, apo të më saktë të dëmshëm. Shpesh herë kjo gjykatë, me veprimet dhe vendimet e kësaj gjykate është rëndit në maj të skandaleve. Antari i Komisionit për Legjislacion në Kuvend Armen Zemaj thotë se gjykata kushtetuese duhet të jetë larg ndërhyrjeve dhe ndikimeve politike. Një mekanizëm i tillë në fundit duhet të respektohet, mbi të gjitha të tentohet që të krijojë një imazh pozitiv dhe të jetë larg ndërhyrjeve apo ndikimit politik. Tendenca që të sulmohet vazhdimisht një institucion i tillë, qoftë me fakte, qoftë pa fakte, nuk avancon jetën publike në Republikën e Kosovës. Ky panel diskutimi u organizua me përkrahjen e programit rajonal për promovimin e kërkimit shkencor në Ballkanin Perëndimor. Shtyrja e vitit të ri shkollor 2016-2017 u bë për shkak të mosmundësive të furnizimit me tekste shkollore me datën 1 shtator. Përkundër kësaj, në shumë shkolla fillore vazhdon të ketë ngecje me furnizim me tekste shkollore. Nxënësit e shkollave fillore ishte paraparë që të fillonin mësimin me 1 shtator, por për arsye të mos përgatitjes me tekste shkollore, viti i ri shkollor u shtye me 5 shtator. Por edhe pas ditës së dytë të fillimit të vitit të ri shkollor, nxënësit e shkollës Ismail Qemali nuk janë furnizuar me tekste të reja shkollore. Është faktikisht libret kanë ardhur, një ditë më para se me fillu mësimi kanë ardhur dhe shtëpia botuese Ndugaxhini ka sjell. Me 1 shtator i ka sjell libri shkollor, një pjesë, edhe një pjesë i ka sjell ma vonë, domethënë jo për një herë. Faktikisht është hera e parë që librat vinë shumë vonë, sepse të e pas parasysh se një numër kaq të madh nxënësve në shkollën tonë, s'paku është dashur një javë përpara. Ministria e Arsimit thotë se kjo po ndodh për shkak të pamjoftueshmërisë së buqetit për blerjen e tyre. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë siguron komunitetin shkollor se po punot intensivisht për finalizimin sa më të shpejtë të këtij procesi dhe se në javën e parë të fillimit të procesit edukativ arsimor do të pajisën të gjithë nxënësit e shkolla fillore dhe të mesme të ulët me tekste shkollore dhe materiale të tjera mësimore. Drejtoresha e shkollës Ismail Qemali thotë se me pundore dhe me librat angleze ka probleme ende, ndonë se me probleme të tilla është ballafaquar edhe në vitet e kaluara.
librat, kemi edhe munges librave, sidomos me fletoret e punëve, pëndoret e këto që ka janë plotësimet, edhe me librën e gjuhës angleze. Ka edhe disa pjesë, po na ende nuk i kemi shqyrtu sakt, se sa mungojnë. Neve që kemi marrë listat, i kemi pranu librat, mirë për në fund, kur ulem dhe i shpërndajmë librat, atëre shofim se çka po mungon. Sipas informacioneve të Tribuna Channel, probleme me tekste shkollore ka edhe në shumë shkolla të komunës së Prishtinës, ndërsa komuna e Biliqit është në ngjese të madhe me furnizime me tekste shkollore. Për 3 vitet e fundit nuk ka vdekur asnjë njeri nga ethet hemoragjike. Dezinsektimi selektiv, repelimi i shtazëve, marrja e mostrave të gjakut, fushata edukuese, vetëdijsuese kanë bërë që të luftohet kjo sëmundje. Dezinsektimi selektiv, repelimi i shtazëve, marrja e mostrave të gjakut, fushatat edukuese, vetëdijsuese kanë bërë që të luftohet sëmundja e etheve hemoragjike, e njohur edhe si sëmundja Krimo-Kongo. Nga një takim ndërministror i cili u mbajt në komunën e Malishevës, që njihet edhe si vatra e rriçrave, sot u raportua që në 3 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë rast të vdekshmërisë. Kjo sëmundje nga viti 2000 e deri më tani ka shënuar 189 raste me 49 të vdekur. I pari komunës së Malishevës, Ragib Begaj, në këtë takim, pasi qytetarët e Malishevës kanë larguar frikën nga kjo e keqe e cila ka dominuar me vite. Qytetarët e Malishevës ta hekin frikën nga kjo e keqe që ka dominuar bukur dhe vite. Fatmirësisht, kjo punë e jona përbashkë, nivellit lokal në nivellit qendror, ka bërë që nga gjatë tyre 3 viteve në komunën Malishevës mos kemi asnjë vdekje. Edhe po besoj se në vitet e ardhshme me një angazhim përbashkë, një punë përbashkë të ekspertëve, natyrisht edhe politikës, faktorëve vendës, nivel vendit bojnë që na njëmi më mirë, edhe të jemi suksesshëm gjithashtu. Edhe ndaj dukurive tjera negative që do t'i paraqiten vendit. Unë jam shumë i kënaqur që marrë aty në 3 viteve nuk i kemi pas asnjë rast vdekjeve. I pranishëm ishte edhe ministri i Shëndetësisë Imet Ramani, i cili ka thënë se ka zgjedhur komunën e Malishevës për të qenë më afër qytetarëve të kësaj komune dhe zonave përreth, të cilat janë prekur nga e keqja etheve hemoragjike. Ne sot kem pas qërë që t'jemi këtu, një që është qytetarët e Malishevës dhe zonave përreth, zona më prekur në Kosovë nga kjo e keqe, të jemi afër dhe ata tani pranin tonë, sepse kjo e keqe mund sigurisht mos i dalë përpara të përfshirë dhe vazhë të Kosovës dhe të Kosovës. Kontributi i gjithë është i barabartë, nuk ka këtu kontribues më të madh në vogël, pa kontributin e gjithë dhe ne nuk do të ishim sot këtu. Naser Ramadani, doktor nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, pasi do të ishte fati mirë nëse nga viti 2017 nuk shënohet asnjë rast nga kjo sëmundje. Gjithashtu ai tregoi se 26.7% e territorit të Kosovës është prekur nga sëmundja etheve hemoragjike, ku komuna e Malishevës ka pasur 76 raste me 18 të vdekur. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës Valdet Gjinovski ka treguar për masat të cilat janë ndërmarrë në kuadër të agjencisë që ai drejton. Janë realizuar 4 faza të repelimit. Faza e parë e repelimit ka filluar me 14 mars të vitit 2016 dhe ka përfunduar me 21 prill 2016. Gjatë vitit 2017, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë aktualisht e ka paraqitur edhe kërkesën për buxhet shtesë, gjithashtu duke patur parasysh edhe të rezultatet dhe sukseset e cilat janë arritur, edhe në kuadër të bashkëpunimit nderinstitucional. Në këtë takim morën pjesë edhe drejtorët e shëndetësisë nga komuna e Rahovecit dhe Suarekës, të cilët kanë kërkuar edhe që më tej të mirën masa, pasi nuk guxojnë të ndihen rahat derisa nuk luftohet në përgjithësi kjo sëmundje. Ata theksuan se edhe në komunat e tyre ka rënje të prekurve nga kjo sëmundje. Në klinikën infektive janë hospitalizuar 55 raste të dyshimta me ethe hemoragjike që kanë ardhur nga zonat endemike. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Të paktën 12 civil janë vrarë pasi një makinë bomb ka shpërthyer në qendër të Bagdadit. E menjëherë pas sulmit, përgjegjësinë e ka marrë grupi militant Shteti Islamik përmes një deklarate të postuar online. Policia bën të ditur se shpërthimi ka ndodhur në qarkun Karadat, dominuar me shiet pranë një spitali dhe disa dyqaneve. Në fillim të korrikut, nga një sulm i Shtetit Islamik në Karada, janë vrarë afro 300 veta. Kjo tragjedi ka vënë presion mbi qeverinë për të përmirësuar sigurinë në kryeqytet dhe për të frenuar korrupsionin.
Së pako një person është vrarë nga sulmi në zyrat e një organizate ndërkombëtare bamirëse në qendër të Kabulit. Një kamikaz ka hedhur vetën në erë pranë organizatës Kjer dhe personat armatosur më pas kanë sulmuar ndërtesën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Afganistanit Sedici tha se forcat e sigurisë i kanë vrarë të gjithë sulmuesit. 40 njerëz përfshirë 10 të huaj janë shpëtuar, tha Sedici. Të hënën nga 2 sulmeve të vrasëse, po ashtu në Kabul kanë mbetur të vrarë 24 persona dhe të plagosur afër 100 të tjerë. E përgjegjësinë për këto sulme e kanë marrë talibanët. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.